Është koha tani dëgjues dashur të jemi me mysafirin ton, ku e kemi pra edhe në linë të drejt për drejt trajnerin e skuadrës së Trepçës në handball. Bëhet fjalë për trajnerin Tajp Kabashi, i cili ka dhënë shumë për sportin kosovar, por njëkohësisht ka dhënë edhe shumë për sportin e handballit. Ajo se çfarë do të diskutojmë sot është që disa ditë me parë fakt është publikuar një lajm ku skuadra e Trepçës është në një kolaps financiar dhe për këtë rrezikon të nisë edhe garat e këtij gjysme sezonit të dytë të Superligës së Kosovës në handball, duke ditë që para 2 viteve ekipi i Trepçës në handball kishte fituar Kupën e Kosovës pikërisht në handball me trajnerin Tajp Kabashi. Trajner, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj të jesh mirë fillimisht me shëndet dhe të gjitha të tjera, çfarë realisht ka ndodhur dhe çka është ndodhur me skuadrën e Trepçës. Po mirë thatë në hymje që Trepça në vitin 2024 ka qenë domethënë fituesi i kupës kundër Besës, atëherë ishte Besa shumë ekipë fuqishme në handballin e Kosovës. Edhe në finalen e play-off-ve kemi taku me Besën, po ashtu edhe në Superkupo, edhe në garat evropiane kemi pas thuja rezultate mirë. Kështu që mas këtij viti, mas 2023 në sezonin domethënë vjeshtor, të rjekën nga thuja të gjithë nga klubi. Ish kryetari Bojari Strefi në mungesë të sponsorëve, të cilët në atë kohë kishëm sponsor edhe për krah nga klubi basketbollit Trepça, kur dihet që klubi basketbollit Trepça është ka me sponsor thuja gjigant, ka një buxhet shumë të lartë. Tu ke pa që në atë kohë para 4-5 vite ish klubi në krizë, pa të marrë përsipër që të financojë edhe klubin e handbollit. Mbas të rjeqës sponsorën atë kohë ishte Vullneti dhe Lindriti Mesini, Stefaja dhe ky Lindrit Mesini. E pam që klubi hynëm në krizë, domethënë një krizë të thellë, por nuk u dorëzum se përkraja e DKRS-s ka vendi komunal në përkrajke. Domethënë në çdo sezon 2 vite të me një buxhet domethënë për neve i kapshëm, vitin domethënë para 2 vite ish buxheti domethënë për kraj për 30.000 euro nga komuna e Mitrovicës, kurse në vitin 2024 me 20.000. Për neve ishte mjaftueshëm për me mojt garat, për me ekzistue. Po për një rezultat më të lartë duke edhe sponsor tjerë. Them të drejtën vetë Banka Ekonomike për vitin 2025 na ka përkrah, kurse DKRS-ja Kovendi e Komunale Mitrovicës me asnjë cent, jo vetëm klubin e handbollit Trepça, po asnjë klub të Mitrovicës. Këtu tash jemi në krizë të thellë, jo vetëm handbolli, po të thuja shumica e klubeve, them ata që nuk kanë sponsor të rregullt. Nuk kanë të ardhur nga gjërat e tjera. Po. Shumë saktë ashtu që thotë edhe në fillim, tash jemi në krizë, jemi në shpytje dhe garat me vazhdu edhe që jemi në vendin e 5. Jem garave për Evropë. 4 ekipet e para plasohen lujnë në Evropë. Kështu që ena një kolaps i shtati financiar, nuk e dim, jem të i trokit çdo derë, jem të i munue, për momentin nuk ka kryesi, unë si trener angazhuan edhe në ato tjerat administrative për me mujtë me përkra klubin, se jom që 50 vjetë në handball, si slatë edhe jom në klubin e Trepçës, ku edhe unë edhe shoqja ime, edhe djali, edhe vajza kanë lu për klubin e Trepçës të Mitrovicës, kështu që unë të i pas situatën e klub, kum pas oferta shkojnë për tjera klube, po e kum pas që do të menejt Mitrovicë me një klubit, por këtë vetë 2025 në të drejten vetëm 5.000 euro dhe donacione për shoqënisë të vogla, thamë simbolike kanë hinë e klub, kështu që jemi në krizë kemi. E përmende që je i vetëm pra pa pas kryesi brenda klubit. Po, shumë e sigurt. Si ke mund mja dalë, duke di që presioni me madje shtohet, jo të shtohet nga dikush tjetër, po shtohet nga vetë ju, duke ditë që gjithë fokusin e ke tek loja, por duhesh me marrë edhe me pjesë të tjera, organizative, brenda për të organizuar një lojë kur je si vendas. Po them të drejtën edhe si vendas, edhe si musafir kem të lashet mëdha. Do të udhëtime, do të ushqimi, do të shumë sene që vyte një klubi se jem Superligë, nuk jem ligën e parë, ligën e dytë, për jem Superligë, kur se paku për një klub të Superligës dhe një buxhet është 50.000-100.000, kurse na thuja me 5.000-7.000 dikon euro kena shty këtë sezon, por kena me të mrapa. Kena me të bërç paga dhe më thonë thuja 2 paga e gjysë, kështu reale, që kem dhej stafit normale, lejtarëve dhe stafit, edhe kem dhe obligime tjera, si që është udhëtimet e ushqimit, do sene tjera kem obligime, po thuja gjithsejt krejt kjo shumë është dikon 15.000 euro, nuk është shumë e madhe, po për neve është e madhe se nuk kem të hyme tjera, nuk kem sponsor. Sikur të realizoj ke komuna me 20-30.000 euro, sa zakonisht
çdo vit I ka do për klubin e handbollit Trepça, nas kishim pas të lashe. Tash kishim qenë edhe për këtë sezon, okej. Kishim vazhdu, kem gjithsej tash lojtar vendor, nuk kem obligime ndaj përforcime të të forta, po kështu që kishme qenë mjaftueshëm, por kena mendje gjendje e vështirë, loja duhet më zhvillu nesër, por nuk zhvillohet. është shty kemë bërë kërkes nga federata që na mëson edhe na shans të I të gjemë na sponsor ose këshyrëm na edhe me drejtu se DKRS ose me komunën që na përkra, të I vazhdojmë gara. Një klub me 75 tradit, thuja mas borë që Kastrioti tashëm, edhe Trepça kanë qenë në ligën e partë Jugosllavisë, liga me formë botë. Po thonë unë jam po në atë kohë. Tash unë jam që 50 vetë handball, veç thëmë që thëmë ndoshta kriza me madhe për momentin është në klubin e handballit Trepça, sa unë 50 vjetë jam në handball. Të një klub I cili ka tradit mbi 75 vite. Trener e përmende që janë vetëm 2 muaj e gjys, thuj se I qeni janë pa paga lojtarët e stafi, pra nuk ka diçka të vërtet nga ajo se çfarë është raportu prej disa mediave lokale, po flas nga ajo se çfarë kam parë, se është përflitur që ka borxhe për rreth një vit, kështu që nuk që ka e vërtet aja, po? Jo, nuk është e vërtet. Sezonin pranveror 2025 jem 0-0. Ato sigur të thomë se unë jam tash krejt, do më thonë mirë me administrate, me financa, me klube, me organizime, me krejt. Do më thonë për 2025-ën pranver u kry 0-0. Ashtë na kem hazu pare, po lojtarët dhe stafi nuk kanë mbet mrapa. Do më thonë jenë përmbush. Tash sezonin vjeshtor, tash I ka përfundue, Turcida e ka ba një potest të mirë, thonë, të falenderu prej kryetarit Turcisës, një pak është nda për klubin, do më thonë me ndimin e qytetit është da një pak, kurse do më thonë kanë me 2 ose 2 paga gjysë se I të bërsh për klubin e handballit. Kjo është e sigur 100%. Trener, po nuk më ndalë ende të kjo pjesë. Përmendet një gjysmë sezon fakt I cili mbetet ende nuk dihet a do të filloni apo s'do të filloni. A ka dikush që është ofru apo vetë ofru deri tash në rast se kur jemi edhe duke diskutu, a ka pas dikush që është vetë ofru kur e ka parë edhe lajmin që Trepça është në kolaps financiar? Po, thëmë të drejtën edhe organet e Kuvendit Komunal ku thuja është sponsori kryesori I klubit, thëmë të drejtën se është realitet, nuk po I me muhue, do me thonën ka qenë organet të vonume, tash tek drejtori, para mendon tash para 3-4 ditë në mua Gazmend Aslani drejtor, kena bisedu me ta, më një herë kam shkue, ja kom spjegue krizën e klubit që I kem gjasa nuk vazhdojnë se s'kem, mjetën me vazhdu garat. Asaj përket sponsorve, s'ka derë që s'kem trokit, nuk ka njeri që se kem lut. Hajde urnëni, apo don kryetar klubi, nën kryetar, çka po don pozitën zgjelle, hajde një klub. Edhe I kom bo apel edhe të ish handballistat që janë për qytete, në për qytete tjera, hajde nëse klubi është dhe miru, nuk është kjo për qitash që vetë. Kjo është thuja prej mas lufte gjithë mund ke pas të lashe. Ka pas rezultate, hova, po stabil klubi prej mas lufte, kënej kur nuk ka qenë. Edhe që ke pas kampion fitus kupës e cek 2023-ën, po stabil kur nuk kem qenë. Në di që ka krizë në handball edhe në Pej, edhe në Ferizaj, edhe në Prishtinë. Handballi për momenti përgjithësi është një krizë të madhe, është përgjithësi. Të gjitha klubet e kanë kështu hove qysh mujnë me shty borxhe 2 muj, 3 muj, unë e di se jam rrjedha me krejt kolegët e mi, kështu që mendoj që Trepça e meriton një sponsor, thom, general, e meriton, kur kombinati Trepçës për momentin nuk punon me kapacitet të ullt. Edhe kombinati Trepçës ka qenë financuesi kryesor I klubit të handballit, po foli për një kohë kur ka qenë tash atëherë në formë makal. Po natë. Kurse tash ka mbet kombinati nuk ka prej kombinati për kraje. Këto firma që në Mitrovica thuja nuk ka firmat mëdha, se Mitrovica është në gjendje thoya më të keqe në Kosovë, kur I kanë kaluar edhe shumë qytete, tash janë bërë qytete kurse Mitrovica kanë mbet. Të gjithë ata që janë kanë Mitrovica ka po sponsor thuja kanë kaluar në Prishtinë ose në Shqipëni, Maqedoni, kështu që Mitrovica ka mbet shumë keq kanë mbet. Trener, po më ndal tek një pjesë e cila diskutuava edhe me tashme në kryetarin I cili është pjesë e skuadrës së Trepçës por në futboll, bëra pyetje në lidhje pra pikërisht me këtë krizën të cilën e ka skuadra handbollit, sepse e dim që viteve të mëparshme ka pasur edhe skuadra basketbollit krizë, por që tashme qëndron mirë financiarisht si ajo e futbollit si kjo e basketbollit. Pyetja ime ishte që a është bërë ndonjëherë një propozim që më ul donatorët të 2 ekipeve, si të futbollit, si të basketbollit, po ashtu edhe handbollit,
që të paktën t'ju ndihmojnë ekipet edhe ekipeve të tjera mbrapa qytetit Mitrovicës që e kanë ose e posedojnë emrin Trepça. Po në ceka ma herët ju falenderoj klubit basketbollit, e cilin ka përkrah vitin 2023. 2022-2023, kur njëjtë Trepça ka qenë krizë, unë në atë kohë isha në Prishtinë, kryetari i klubit Prishtinës, edhe prej atje i përcia sanxharet e klubit handbollit në krizë të madhe, kur basketbolli e merr përsipër organizimin edhe të klubit handbollit. Cakton Bojari Strefin kryetar të klubit, edhe me 3-4 sponsor klubi ka, edhe normal me kuvendi komunal me CK merdi kërësim, klubi ka për një vit 2 ka hek problemin sa i përket financave. Por masa nej, kur erë 2023 tak nej, se cili klubi këshyrt të lashet e vete, financat e vete, kurse klubi handbollit është i gatshëm me bashkëpunu me të gjitha klubet, edhe basketbol, edhe handbol, edhe çdo donator ose sponsor që dhe marrë ka dyrë të qelën të hapuna, që klubi handbollit më zdel, para me dëni më smi vazhdu garat në shekullin 21. Kjo ka ndodhur për momentin është shumë e tmerrshme trajner, por çta po tham të paktën nëse lirisht që mund bëhet një farë lloj asociacioni për brenda qytetit Mitrovicës për ekipet që posedojnë emrin Trepça. Njëjtë po ashtu siç ka bërë edhe Prishtina, po nuk di ende atë qëndron kjo tek ekipet e Prishtinës, ku të paktën në rast se hyjnë sponsorat, sponsorit të mos ja për shembull vetëm për klubin e basketbollit ose të futbollit, por ato mjetet që jep ndohen pjesë, për kaq për skuadrën e basketbollit, kaq për atë të futbollit, kaq për këtë handbollit. A e keni menduar të njëjtën gjë edhe ju në qytetin e Mitrovicës? Thom të drejtën, ish mas lufte kur fillun klubet të organizohen, kanë qenë iniciativë që të bëhet shoqata me klubin Trepça. Ka qenë iniciative madhe edhe thuja të shumica e klube ishin për ato. Por duke parë se cili me problemet e veta atëherë për ata të kryetarët klubet sponsor, se cili u da në klubin e vet, futbolli, basketbolli, këto klubet pak që nuk patën sponsor kena me të keq. Tha mas lufte kena qenë mirë, kena qenë një kryesi e mirë, kena qenë ish handbollistat, po me kohën të i largu me të klubin e këtë gjendi që thash edhe më herët, se kjo iniciativë është e mirë. Ka shoqata Barcelona, Reali, Unidi, ato Bayerni, kaj thirrën me ato, një muj njën atje kush ka probleme financiare, por të na ka qenë iniciative më hershme, di se kom qenë, këto i në organizu, po me kohën nuk mujti më arrit ajo. Sikur të kishë qenë kombinati, me sponsoru të gjitha klubet të Trepçës, të gjitha klubet kishë pas mjetës, thuja, maksimalisht, jo vetëm për Mitrovicë, po kishte me qenë shembull për Kosovë, se di Giganti Trepça atëherë ka financu kur e përmena merret. Po tash edhe Trepça ka problemet e veta, kur ndoshta 2-3 muaj punëtorët e Trepçës nuk i marrin pagat. Se sikur të shkon cinciva që thotë që shumë e vën, i shkon mirë. E tash këtë kosit se dhe po këshir futbolli, për shembull Trepça Tatenon, Trepça basketbolli, e këtu na handbolli këtu ishte me qenë mirë, me pas një fondi me ju nda, na këshum shtu, këshum dalë për krize, po për momentin se cili është ka i këshyrë të lashë dhe vëshë që edhe interesat e veta. Që këshyrë klubi i futbollit, Trepça dhe të dënoshen ligën e parë, që Super League, para me ndoni një qytet, me një Trepçë ka lu përmena futboll dhe handboll, tash me lu ligën e dytë, e mos të përmene dhe pa i në qmu dhe emna që s'kan pas tradit. Trener, kjo është tep diçka tjetër, a e në po flasim për pjesë financiare që ndrojnë mirë. Në aspektin financiar që ndrojnë mirë. Po mirë që ndrojnë, po me ka smjetë financiare mirë atër kështë e lu Super League, se Trepça Ameritonë lu Super League. Nuk o gjithë shka, sepse por ekipet e tjera kanë hyrë me budget shumë atë madhë, por që janë largu me njerë prej Superligës Kosovës nga futbolli. Në prej tyre e kemi pasur dhe skuadrën e Sarajevës që madje ka hyrë me paga shumë më të larta se ekipet e tjera të Superligës. Trajner, cili është premtimi apo ajo se çfarë ka thonë drejtori i kulturës, rinisë dhe sportit, i cili tashmë është emëruar Gazmend Aslani. Ka diçka? Drejtori ka marrë tash e ka marrë postin. Na ka premtu që do të ketë buxhet për klubin për 2025, po kur do të ndodhë nuk e dim. Lojtarët nuk kanë stafi dhe lojtarët nuk kanë dorime pritej sa të marrin për shembull komisionet, aplikimi, e shkon i Peru në 2-3 muaj shkon, kurse lojtarët veç kampionati u duhet thash më herët me fillim. Ata nuk kanë dorim, se sezoni kaluar vjesht janë mbrapa thash 2 paga e gjys. Tash me hidhe, tash me meta pet mbrapa me 2-3, ata shumica aty nuk janë profesional. Se të kishin qenë profesional, nuk kish pas problem. Po janë lojtarë që punojnë.
Edhe ai nuk e lën punën me marrë me luajn boll pa pare. Se kish pas një pak që gru me boll e kish ardh, kish lu, kish ushtru. Pa i punon tjetër kontakt, do të me punu ai dikun, me lan ato për marrë këtu, ose me punu atje mos marrë me boll. Që kjo është problemi. Trener, pyetja e fundit, fati i Trepçës, cili do të jetë? Unë Ndesha me mendoj Besën që u shty, por ndeshjet e tjera çka pritet bëhet? Unë mendoj që këtë javë, domethënë, duke fillu prej të hanës, do të angazhohemi qëta që jem unë me do shokët mi, do të troketapet në komunë, do të bashkëpunoj me Federatën e Mbollit, që me ardha ta pak në Mitrovic, me ardhë të kryetare, me thonë që klubi e Mbollit e meriton me pas përkrojë më të madhe. Domethënë, Edi Kolgeci, ata strukturat, se nuk është interesin një klubi i madh me këtë tradit më tërheq prej gara. Jo veç e federatës, po edhe sportit në përgjithësi. Kështu që prej të hanës do të trokasim, do të vazhdojmë, të të marrë të gjithë ata që ish kontribues që ka dhënë për klubin, do të afrojmë afër, do të këshyrëm, me mujtë më organizu, me vazhdu garat, se jem vendin e 4-5, nuk jem vendin e fundit. I kem 12 pik, i vendin Po e me fundit. që vendin e fundit s'ka dërta, e prapë se prapë është një ekip që ka tradit. Qashtë. Trener, shumë falimderit që gjithë kohën të ish pjesë e pasdites, unë uroj që sa më shpejt të gjendet zgjidhja dhe të riktheheni gara ashtu siç duhet dhe traditat mbetet ende më të shuhet një klub si Trepça. Faleminderit për juve, Radio 200 gjithmonë kanë qenë për krahas e handbollit, dhe sa isha selektor gjithmonë edhe në Prishtinë edhe në Trepçë ka interesu për handboll, kështu falenderoj për shëndetjet e gjithë dëgjuesve, edhe faleminderit për juve. Ishte kënaqësi.